Në hafillak me letra, që dhej ka ajtë zotit Qegrani, të kënë më konë me letra, në këmë punu, jëmë konë njeri sistemit, jëmë eduku, jëmë shkollu, jëmë pregadit, e këmë pas librezën, me qëtë punë jëmë morë. Ajo konë me letra, po ka pas hafi edhe pa letra, ta shë ata do neve në kalzojnë që do të më konë Kosova. Edhe kush konë burri mirë, kush konë burri keq, kush ka kontribu, kush ka kontribu. Edhe na, jo, ati që keni bo, jo keni bo të mire matë madhe Kosovës që e ki shkaktu këta, e ki pelsit këta. Se di, une e pata, ti si emision, se ti njeri pejtënëve, që po, apo do me folë, po hajde kalzo. Hajde kalzo, po te. Sa ata, ati që ka kalzo një vërtit madhe. Ka unë në më konë me letra, por unë aty në pa letra që më konë. Ata që na përdarsme, që kjo konë metafora. Ata që na përdarsme, juve ju kanë morë në qafë. Po, që ashtë. So nëse mbra më burë, mu më burë këtë shokët e me, a dhe në që në procesin e denimet, në burgun e qarkut, burgu i qarkut në Gjilan, u kanë burgu ma i keq në ishtë Jugoslavi. Njerë për i burgja më të shqia në ishtë Jugoslavi. Se mos në luft, 2 njerës kanë vdekë në torturë. Përdo në urujta mes me folë. Se na që kemi shpëtu, e kena ditë lindje çdo ditë jetës tonë. Na kena vujt, kena shka kalzojnë. është ditë lindje, po ata s'ka ndalë heq. Torturë. Edhe disa dhjetra burrat jashtëzakonshëm kanë vdekur në burg si pasojë e luftës. I persekutime rroje që ju kanë bë. Plumave. Kanë morë ata. Është Eron. Po është Eron. Ata janë dëshmorë hero krejt, po është njerëz si Ahmet Hoxha, cilën unë vazhdoj me vujtë se njeh Kosova. Vazhdoj me vujtë pse ata nuk e dinë çka ka bëu ai për grupin e Drenicës në atë kohë, që është quajtur grupi Adem Jasharit. Hyrje dalet në Maqedoni, në Shqipni, në territore tjera ka pas qarkullimet. Ata janë njerëz që i kanë bos, po për vetë që kam qenë në Ana Morav, kam pas korridor tjetër edhe angazhime tjera. Po njerëz që kanë bos sakrificat të jashtëzakonshme, se nuk ka lind kur gjo atë ditë. Po. Edhe çtu ne që kanë punu atë më ju kallzu që kur s'kan mujt me na zbulu. Kur s'kan mujt me zbulu. Na shtoi na kanë në Kosovë. Unë kam pas këtë familjen jashtë, veçanë kom lajt me vllonta me gjyshën këtu. Edhe shokët e mi kanë pas familjet jashtë shku jashtë me. Ibrahim Ruçi ka mujt me shku në Gjermani te baba. Po. Ai është dëshmor sot, shku në burg, shku në luftë vra. Fadili ka mujt me shku te baba e vet në Zvicër. Edhe po ai ka Fadil Kajtozi. Po është karravit na për Tiranë me buk e pa buk. U në Kosovë ardh disa herë në Kumanov për me kry punë, me na dhon sigurisht. Me dhon angazhime tilla, kërkesa tilla. Pse s'na zbulu nëse pas kanë qenë çat zot. Na kanë më taft. Na në hetime, edhe në hetime s'kan mujtë na zbulu. Ata thoshin na atina që i nikon në Shqipni, po kush u kon shka u kon te kukon, kur s'kan mujtë me zbulu. Edhe kena pas armë, edhe kena pas uniforma, edhe kom pas telefon satelitor, që kur se kom përmen, në emision tonë mi përmeni. Unë kom pas telefonin satelitor për këtë zonën e Karadakut, që u kon veç një. Lapi e ka pas veç një. Unë e kom pas për zonën, unë e kom pas armë të mija, unë e kom pas uniformen, i kom pas 30 njerëz, 3 grupe të organizume, që në konë gjendje 24 orë me kry çdo lloj operacioni në Ana Morav. E kanë morë njerin në Prishtinë, e kanë qunë në Diber, për 5 orë, edhe ai u tut, ato që e kena pështu u tut, se ka di që e ka gjithë. Ose kanë morë njeri, kanë zjerë për Gilanit, e kanë qunë në Shqipni, e kanë qunë pa, kanë kalu 5 kufi, s'kanë mujtë më zbulu. Edhe me armë kanë dalë, s'u kanë barë matosën, s'kanë mujtë më zbulu. Tash, shërbimi, nëse po thunë shërbim, jo, lëvizja jam, politike e Kosovës, u konë ma fort, se çdo lloj udhë me Jugoslavia që ka pas, Miloševići edhe ata. Bravo, sigurisht. Edhe une me fakte argumentoj, beri në emision, ata të udhëves, edhe që kanë punu parat 90-ave dhe këta mas 90-ave, edhe me ata edhe balla faqomi. Ata i në munu, ata neve